Përshëndetje! Mirë se erdhët të dashurmiq, jemi drejt për së drejtin ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do të kemi një artiste të mirënjohur sot në studio, në një intervistë me të. Kemi kopa e pasur sigurisht, sepse agenda e saj pa diskutim ka qenë shumë e ngjeshur dhe sidomos këto 2 vitet e fundit. Dhe duket në fakt se eksperienca e vitit të kaluar e realizuar e gjitha me sukses, pra e vlerësuar nga të gjithë, bëri atë që të rikthehet sërish në atë detyrë dhe përgjegjësi që i kanë caktuar edhe një herë pra si vjet si drejtore artistike e festivalit të 64 të këngës në radio televizion. Është artistja e mirënjohur Elhajt Adani, e cila vjen sot në studion tonë. E mirëpresim. E dashur Elhajt, mirë se erdhëm. Faleminderit që je këtu. Kënaqësi që të kam. Çfarë elegance. Çfarë elegance. Unë thash Elhajt do sigur vjen nga Parisi, pak më parë Elhajt ata nga Notre Dame, sepse pikërisht aty madje në katedrale, te katedralja e ke qarat, është roli yt i jetës, kam përshtypjen ai apo jo? Absolutisht po. Që e vogël, tash të shohim deri kur, po që e vogël. Po vazhdon ndërkohë edhe me atë shfaqje apo jo? Patjetër, nga data 21 dhjetor jemi në patjen e kongreseve të Parisit. A do të jeni në Paris? Jemi në qendër të qytetit tashmë, kështu që pastaj rifillon turnea Shanghai, Milano etj etj, kështu që nuk po zgjatemi shumë. Çfarë eksperiencë, çfarë përvoje duhet të jetë, ajo. Unë falenderoj një herë që je sot në studio për të folur për festivalin tonë të këngës, të cilin sigurisht që mezi e presim. Turoj edhe një herë për këtë detyrë që të kanë ricaktuar, që do të thotë që është vlerësuar shumë puna jote e vitit të kaluar. E shpresoj. Bravo, bravo për gëzime. Falenderoj që je këtu. Ja te kemi me Elhajt Adanin, por ne sot në fakt Elhajtën e kemi ftuar jo vetëm për të folur sigurisht për këtë moment të rëndësishëm të karrierës së saj, dhe besoj që kjo përgjegjësi është diçka shumë e rëndësishme për ty apo jo? Të menaxhosh një ngjarje kaq të madhe artistike e kulturore. Por nga ana tjetër kemi edhe lajmin e ri të një këngë të re, le të themi, e cila ekskluzivisht e cila do të prezantohet sot këtu me Elhajtën në studio. Kështu që flasim pak për ta nisur më njëherë për këngën, ndoshta për të dhënë 2-3 informacione në lidhje me të? Kënga nuk është vetëm një këngë, është një EP faktikisht, do të thotë extended playlist, nëse nuk gabojmë, dhe do të thotë është një grumbullim këngësh nga 3 deri në 6, dhe është një krijim shumë i dashur për mua, sepse është kompozuar dhe shkruar nga Armend Rexhepagiçi dhe Aida Baraku, dhe orkestrimin e kanë bërë Darko, të mrekullueshëm. Darko Dimitrov është kuruar për të gjithë orkestrimin, dhe kam disa bashkëpunime që unë i dua shumë brenda, si që është bashkëpunimi me MC Kreshën, me Dom Fenom, me Olsi Bylykun, dhe janë 2 këngë pasaj që unë i kam solo. Ajo që ju keni parë në backstage është kënga me Dom Fenom, dhe është një ndër këngët më speciale të albumit, sepse kam me vërtet një ritëm shumë weird, nëse do të thoja, të çuditshëm. Edhe më pëlqen shumë puna që po bëhet edhe në video, në regji e gjitha, po vin ndryshe, dhe më pëlqen kjo etapë e re e Elhajtës ndryshe. Pra, paralelisht duke bërë disa gjëra bashkë. Po, paralelisht. Edhe kemi këto materiale ekskluzive që vijnë nga backstage, realizimit të videoklipit, dhe janë vërtet ekskluzive shumë interesante, por ndërkohë dua të kujtoj momentin, me që flasim për festivalin, edhe sigurisht ai festival lidhet me vajtjen e fituesit në Eurovision, dua të kujtoj pak eksperiencën tënde në festival, dhe dua të sjell pikërisht atë moment, nëse kemi gati, të Elhajtës, kur ajo është pallur fituese vetë e këtij festivali, dhe sigurisht ka përfaqësuar më pas denjësisht Shqipërinë në Eurovision. Ka qenë një këngë shumë e bukur, interpretimi yt ka qenë i jashtëzakonshëm, dhe ne presim atëherë ta kemi këtë moment për të kujtuar si ka qenë festivali për ty, ma përshkruaj pak si eksperiencë. Festivali për mua ishte hera 2 që unë merja pjesë në festival, dhe herën e parë isha thjesht fituesja e këngës më të mirë, dhe më thënë, u vlerësua autori më tepër se sa unë, këngëtarja në atë rast, isha shumë e vogël, kështu që për mua ishte thjesht gjë shumë e bukur. Pra, të mundojmë t'i them edhe të rinjve sot, që shijojeni, nuk ka rëndësi çmimi, dhe më thënë, vetëm dilni në atë skenë me atë orkestër të mrekullueshme, dhe është gjë fitore madhe për ju. Fantastike, çfarë emocione, çfarë skene. Këtë themi ne, po imagjino
Ti që ke para ty nga afër. Tani unë shoh atë moment aty edhe e ndjej veten që nuk jam e intonuar 100% edhe ndihem ciklet. Është sigurt më vendosësh në këto momente që jam sëmur ka 10 ditë dhe jam pa zë totalisht dhe më vendosësh këndoj në atë skenë me këtë zë që kam njësoj. Do stresohesha njësoj sepse kam qenë sëmur me zërë, dhe vuaja shumë. Ka qenë shumë e mirë, këtë e kupton ti edhe ndjen ti dhe ti e di historinë. E kuptoj shumë mirë. Ke qenë kështu po nese, nuk dyshon njëri për zërin tënd edhe për aftësitë tua vokale që janë të padiskutueshme. Fatmirësisht nuk ndaloj aty karriera ime, vazhdoj karriera akoma më gjatë dhe pata mundësinë ta tregoja që në të vërtetë jam një këngëtare që life-in e dua shumë dhe thjesht ishte një rastësi ajo në momentin e gabuar, për fat keq, por jeta është kjo, ndodhin edhe momente të tilla dhe duhet të jemi gati ti pranojmë dhe ti bëjmë ballë. Cili ishte ajo gjëja që më e rëndësishme që mësove ti nga ajo pjesëmarrja në atë festival edhe më pas për ta implementuar këtu në këtë përgjegjësinë që tu caktuar ty? Atëherë, kur unë punoj në festival, nuk mendoj shumë Eurovisionit, të them të drejtën. Mendoj më shumë feeling, dëshirën, ndjesinë që artistët kanë kur këndojnë në sallën e provave, kur këndojnë, kur dërgojnë demon, që në rallën e herët e parë, që në fillim fare, kur jemi në komision zgjedhje të këngëve, që këtë vit patëm me të vërtet një thyem kufijnë, sepse erdhën 120 këngë për të pranuar në festival, dhe komisioni pati me të vërtet shumë punë për pranuar vetëm 28 këngë. Për bërë përzgjedhjen. Dhe unë dua e ndjej punën time që fillon që tek emocionet që më japin artistët në RTS, që tek emocionet me orkestrë në live. Aty e shoh nëse një artist me të vërtet është gati për një skenë aq të madhe siç është Eurovisioni. Por komisioni që bën përzgjedhjen ti vetë, sa ke ti vetë mundësi të ndërhysh edhe të vendosësh unin në këngë të caktuara të cilat ty të pëlqejnë dhe thua kjo këngë duhet të jetë me patjetër. Me rregullore jo, nuk duhet të ndodhi jo. Nuk duhet të ndodhi. Unë ndodhem në ditët e përzgjedhjeve të këngës, unë ndodhem në RTS, dëgjoj këngët me kohë, dëgjoj para se të vinë. Kam preferencat e mia patjetër, por dua t'i lej të gjitha ata që komisioni i lej të qetë, nuk ka pas një opinion, nuk ka asnjë emër mbi emër në letra dhe në këngët që ata dëgjojnë, dhe ata vendosin sipas pëlqimit të tyre. Sa pikë duan t'i vendosin një këngëtari ose këngëtareje. E qartë, sepse të paktën ne referohemi Italisë, ku atje tashmë duket sikur kemi marrë edhe modelin e direktorit artistik që është një artistë, edhe këto vitet e fundit dhe shumë bukur, po atje kam përshtypjen që është dhe prezantues njëkohësisht, ai që shumë ka rezultuar të paktën në vitet e Amadeus, Carlo Conti. Dhe ai kishte shumë ndikim, le të themi, dhe ai vendoste në përzgjedhjen e këngëve dhe thoshte marr përgjegjësinë unë. Nëse festivali funksionon apo nëse nuk funksionon, pra nëse këngët do të pëlqejnë apo jo. Në fakt rezultoi që ka pasur sukses i jashtëzakonshëm. Unë do doja shumë të ishte kështu, por kemi një rregullore shumë të fortë. Dhe është e vështirë që në një Shqipëri kaq vogël ku çdo njeri njeh çdo njeri, të marrësh një vendosje aq të madhe, sepse unë do doja ta bëja me të vërtet me përgjegjësi të plot, që po, jam unë, marrë përsi për përgjithësinë unë. Dhe nuhatja ime thotë që kjo është një këngë e bukur dhe do ketë sukses. Pse ke drejtorin artistik, vetëm për të thënë që në kaloje këtë nga... Dritat mikrofoni, sigurisht. Që doja shumë këtë gjë, por në rregullore të RTS-s është pak e vështirë të ndryshohet kjo gjëja. Paktën në këto vite, nuk i dihet vitin që vjen, ndoshta mund ndryshojë, nuk i dihet asnjëherë. Por logjika e kërkon në fakt që gjëja të ketë vërtet kuptim kur bëhet fjala që zgjidhet një drejtor artistik, një artist ai mirëfillt me shumë eksperiencë. Ose të paktën jo vetëm drejtori artistik, por drejtori artistik me producentët artistik, me skuadrën e tij, pra. Domethënë njerëzit që e bëjnë festivalin, në të cilët ai beson që kanë shijen e duhur. Sipas ngjyrave që i jep ai atij edicioni, pra e merr përsipër përgjegjësinë. Në të mirë dhe në të keq do ishte bukur. Gjithsesi unë uroj suksese dhe vallëmbar në këtë edicion. Prezantuesit ende nuk janë publikuar, prezantuesit e këtij festivali, keni surprizë? Patjetër kemi surprizë. Ne ishim shumë të lumtur me Enkel Jotin edhe me Ornella Bregun vitin e shkuar. Ishin me të vërtet një freski e bukur që i nevojitej festivalit, kishte humor, kishte inteligjencë, kishte batuta, kishte seriozitet, i bën të gjitha. Ishin të mrekullueshëm dhe unë jam për pak gati të kthehem edhe një herë t'i marr prapë mrapsht. Po më kanë
sjellë ca oferta, bëj shaka, kështu që po shohim nëse mund të kemi disa emra të rinj, por do t'i mbajmë surpriza akoma edhe për pak. Ju uroj suksese, sido që të shkojnë dhe cilë do qofshin ata, jam e sigur që do t'jetë një sukses. Komunku e Sara më sukses o thonë andej, po që besoj që na shkon edhe neve këtej, pa diskutim, sepse është një festival ku punohet shumë, me gjithë vështirësitë e veta, patjetër që vendoset shumë shpirti edhe ne duam vërtet. Pa shpirt nuk bëhet asgjë. Vërtet ajo të zgjidhet më e bukura, më e mira dhe të shkojë të na përfaqësojë në Eurovision. Mirë, Elhajda, dalim tani tek albumi ndërkohë që ti je duke përgatitur. Është një album të cilin ti e prezantove pak para pak, njëra prej këngëve është pikërisht ajo që ti je duke kënduar, duke punuar me Don Phenom, dhe jeni duke xhiruar pikërisht videoklipin. Është e vërtet, kemi mbyllur xhirimet e videoklipit para 3 ditësh. E di shumë mirë që stafi juaj ka qenë aty diku. Kemi qenë me kamerën tonë dhe kemi ndjekur xhirimet, kështu që kemi përgatitur një backstage, një material të cilin ne do ta shfaqim tani. Kënga nuk e di kur do të jetë gati në fakt. Në fillim dhjetori, po mendoj. Për teleshikuesit, për gjithë ndjekësit e tu edhe fanët e tu, në fillim të dhjetorit thot Elhajda Dani, si titullohet kënga? Kjo kënga titullohet Lotë Diamante, por të gjitha këngët kanë tituj shumë interesant. A mund t'i them? Po si jo, për ne është ekskluzive. Kam shumë qejf t'i them, sepse janë shumë interesante. Një është Lotë Diamante, që është me Don Phenom. Ditët e fundit, dhe flet për një histori që mbaron në ditët e fundit të një vere. Kjo këngë është bashkëpunim me Olsi Bylykun. Kënga ime e zemrës të kësaj epije është Pasqyra Mbretëreshës dhe kam solo. Një këngë tjetër që e kam solo është Një mishishe, dhe flet për një dashuri e cila ka mbaruar, por ti mundohesh të tregohesh e fortë, krenaret, mos i tregosh atij që po vuan, por ndërkohë ke pirë një mishishe atje mbrapa shtëpisë, por në shoqëri dhe gjithandej tregohesh sikur je shumë e fortë. Nuk duket si teksti i Aida Barakut mua ky apo jo? Është absolutisht një tekst i Aida Barakut. Ja, dallova. Dhe kënga e fundit është Dhimbja ime nga Tirana, e cila është flet gjithmonë për një dashuri, akoma nuk e kam të kuptuar tamam shumë mirë si është kjo dashuri e dhimbshme apo e lumtur, dhe është një duet me MC Kreshen. Kështu që pas ka goxha gjëra interesante, jo vetëm këngë solo të tua, por shumë duete të cilat jam e sigurt do të jenë një surprizë vërtet kur ti publikosh, që mezi po e presim. Në fillim të dhjetorit do të jetë gjithë pija apo vetëm këngët tjera pas shumë kanë thënë, por nuk e di asnjëherë me gjithë këtë punë. Nga orkestra, kuptoj shumë mirë. Gjithsesi urojmë që të vi shpejt, ama le të sjellim backstage-in dhe gjithçka kemi xhiruar gjatë realizimit të njërës prej këtyre këngëve të EP-s më të fundit që e presim të dalë së shpejti të Elhajda Danit. Le ta ndjekim. Emocionuar, në vërtet, sa më ka ikur zëri. Shpresoj që në studio me Rodinën të jem okej, por shumë emocionuar, jam mos e lumtur që po sjell muzikë të re, dhe nuk është vetëm një këngë, ky është klipi i parë që po xhirojmë sot me gjithë ekipin, por janë 5 këngë, ndoshta edhe më shumë, dhe mezi po pres të publikoj. Ju po bashkëpunoni me Don Phenomin, si është bashkëpunojnë dy shkodranë bashkë? Si mi taku asnjëherë, do takohemi sot për herë të parë. Dy shkodranë merren vesh edhe kështu me valë, me onde, nuk ka nevoja fare të takoheshim. Por më pëlqen shumë si ka dalë bashkëpunimi, kënga, I love it, kështu që besoj se edhe publiku do ta pranojë.
është të bashkëpunojnë dy shkodran bashkë? Është gjithmonë kënaqësi, edhe normal kur je djep i artit, kulturës dhe sportit, është mirë mi bashku forcat që me shprej talentin tonë botë. Si e kena shprej. Çfarë përshpërësh keni për bashkëpunimin që keni me El Hajden? Kam pas qef me sfidu vetën me një zhanra komplet ndryshe nga këngë që kam ba, edhe menoj që e kam shprej vetën ta mënë si duhet artistikisht. Ne të kemi dëgjuar në rap, kemi dëgjuar në pop, kemi dëgjuar edhe në balad, po ku e gjetë doni më shumë veten? Varet ndjenja që kam për momentin, a kupton. Tamam esenca është gjithmonë rap, hip-hop, po atëherë nga hip-hopi e kena, do më thonë, mundësin mu shprej në tekst edhe në gjanrat ndryshme. Ky ishte materiali me Don Phenom, një çift shkodran është ju të dy bashkë, edhe është një gjë që bie shumë në sy në fakt. Dy shkodran bashkë. Shumë përqesh, sepse dikush aty në gjatë gjerimeve tha, sepse Don Phenomi bënte shumë përqeshu, bënte shumë batuta. Dhe shumë normale për një shkodran. Dikush në staf tha, ua si nuk takum një herë një shkodran që nuk bën me qesh. Pastaj u kthy nga unë edhe than, po. Faleminderit. Ndërkohë sapo e zgënjeve, sepse ishte batuta bukur edhe falenderoj që solle këtu. Pam që ishte kuroj nga Jola Zoza, e cila gjithashtu ka kuruar edhe të tjerë, një tjetër EP tënde, apo jo? Po, është e vërtet. Si regjizore? Është e vërtet. Me Ajolën kam filluar të punoj që në 2019, nëse nuk gabohem, apo 20, ka kuruar EP-n Zanin, ka kuruar duke marrë 5 elementet ajër, toka, zjarri, uji dhe duke i sjellur në 5 këngët që ishin duke i sjellur në këto lloj formash. Është një vajzë me shumë ide artistike, por gjë më e bukur që unë dua tek Ajola është dedikimi, është në çdo detaj, nuk është përtace, i rrim brapa çdo detaj në veshjen time, në veshjen e balerinave, në balluken time, në balluket e balerinave. Kishe goxha look të ndryshëm, se kemi bravo, edhe shumë avangardë Ajola, dhe unë ja besoj shumë fjalën sepse është shumë avangardë. Nëse më thot bëje këtë gjën, edhe unë nëse unë mendoj që nuk është moda, ja besoj, edhe nëse mendoj që nuk më duket mirë, e bëj prapse them, di diçka. Ka një nuhatje shumë interesante Ajola, kështu që kam një besim shumë të madh. Po i punoni bashkë? Absolutisht po. Kemi punuar gjitha videoklipet në EP-n e parë, kemi punuar më pas një tjetër këngë, edhe EP-n e fundit që është ky, pas Qyra Mbretëreshës. Të gjitha këngët ndërkohë do të vinë me videoklipe? Të gjitha këngët do vinë me videoklipe dhe të gjitha do kurohen nga Ajola. Kështu që suksese. Edhe ne si presim të shohim në fakt cilat do të jenë punët e tua, sepse besoj që është një moment shumë i rëndësishëm. Është nga ato gurët e rëndësishëm të kilometrazhit tënd artistik. Të vish me një EP, me një herë, me gjithë të këngë, me videoklipe, gjithashtu, që s'është e lehtë të bësh kaq shumë punë njëkohësisht. Është investim i madh. Sa kohë ka që ka nisur përgatitja e gjithë këtij albumi? Nëse them një vit, duhet jem afër. Një vit e ca, sepse filluan këngët fillimisht, duhet t'i mbushë mendjen në thonjza Armendit, duhet t'i thoja të lutem sepse ajo është mjeshtër i muzikës, a thu do kishe kohë të merreshe me një EP për mua. E mendoj, e folëm, hëngëm drejk, me atë, me Aidën, u takuam disa herë dhe ram dakord që po. Filloj të shkruante dhe pastaj e kaluam fazën tek darkoja e regjistrimit dhe pastaj faza kaloj tek bashkëpunimet dhe pastaj kjo është faza finale që duhet jetë ajo e klipeve. Kështu që ti duket që kërcen atë, pas ke dhe koreografi apo jo? E mora guximin edhe të bëj sikur kërcej pak. Për koreografin besoj që tashmë ti lidhja jote dije që me koreografin është shumë e fortë, kështu që nuk ka nevojë të pyesu se kush e ka bërë koreografin. Besoj, apo koreografin e ka bërë Ledi, absolutisht koreografia është nga Lidiana Galliaj, jam shumë e lumtur, ja ku e kemi ku kërcej aty. Po. Që është duke bërë lëvizjet në mënyrë që edhe juve të... Dhe vërtet gjitha gocave i thot, më fort, gjithë kohës, i dua lëvizjet më të forta. Po me të si është, kur të keni raportet pune, më trego pak. Jo, me mua është i but, dhe unë i them, po më bërtit nuk ka problem, I can handle it. Edhe thot, jo, sepse ti e kap, nuk është problem. Sepse ti më fa ke prirje për kërcim, edhe i ke treguar, kështu që i kap shpejt lëvizjet edhe, kështu që ai me sigurisht i kënaqur në këtë pikë. Kam përshtypjen që në fillimet tona që ai po tentonte të bënte pak atë flirtin kur filluam.
Dhe mendonte me vete, nuk mund t'i bërtas kësaj, se për ndryshe është, edhe nëse gaboja, nuk mund t'i bërtas, se për ndryshe ngel hatër në gjë, i ka ngel tashmë, nuk më vërtet gjithë jetë. Mirë, pas keni sqaruar pozicionet mirë, gjërat e qarta. Ndërkohë në festival do të keni në një numër, në një gjë bashkë? Nuk e kemi menduar akoma. Ledi patjetër është pjesë e festivalit sepse më ndihmon me shumë vendimarrje, me shumë gjëra të tjera, por një numër akoma nuk e kemi menduar nëse do të jetë pjesë. Jemi akoma në faza më të hershme në festival, ku kryesorja janë këngët, janë këngëtarët, është orkestra dhe t'i vendosim ata të jenë sa më të qetë në momentin që të thonë jemi okej. Në momentin që ata janë okej, ne mund të fillojmë dhe të mendojmë që ati shtojmë një numër ekstra kësaj nate apo kësaj nate tjetër. Nëse do t'i dedikoje një këngë dashurisë tënde, prej repertorit tënd, cila do t'ishte para që do zgjidhje? Apo kënga është shkruar enkas për mua dhe Ledin, nga Aida dhe Armendi, nga flet marra nga ditari im, inspirim nga flet marra nga ditari im, nga ato ditët e hershme kur u njohëm, dhe është Pasqyra Mbretëreshës, e cila është kënga ime solo, e cila do dali me video, patjetër, dhe do dali së shpejti. Që nga një dedikim i dashurisë tuaj. Ja, e morëm në një lajm tjetër edhe interesante. Pra ti mban ditar, Apo, gjithë jetën, mbaj ditar, sepse ushtoj shumë dhe shumë kohë e kaloj vetëm dhe kam nevojë për një mik imagjinar, nëse mund ta quajmë kështu, kam nevojë që mendimet e mia t'i hedh në një ditar, të shprehem, sepse për ndryshe jeta gjithkohës në turne është goxha e vështirë. Ti jesh vetëm gjithmonë, të mbarosh shfaqjet dhe të jesh sane, si i thot, është pak e vështirë. Duhet t'jesh me këmbë tokë dhe ke nevojë për një mik besnik që të dëgjon dhe ti ke besim tek ai dhe i vetmi që unë kam me siguri që është besnik është ditari. Sepse nuk flet. Kush e di sa vllogjet janë bërë? I kam në Itali në shtëpi gjithë. Janë pasuri e jashtëzakonshme ato, është. Edhe unë ashtu e besoj, edhe unë e besoj. Ndoshta do të vi një ditë edhe mund të historinë tënde. Si ditari të ndihmon në këtë rast, e ke menduar? Ndoshta. Ka plot artistë që kanë bërë ditare dhe kanë në fund të jetës, ose ata vetë, ose njerëz të afërm i kanë marrë, i kanë shkurtuar dhe kanë publikuar flet nga ditaret e tyre. Ndoshta, nuk e dihet. Ti e ke aty. Dhe bukur dhe ideja e Aida Barakut për t'u inspiruar pikërisht nga faqet e ditarit të atyre ditë. Ma kërkoj vetë, faktikisht, dhe është një proces shumë i bukur, mendoj unë, kjo i Aidës, sepse tha Elhajda është diçka shumë intime dhe unë do doja të kisha diçka më që më fut më në brendësi të historisë tuaj, sepse unë ju kam parë si nga jashtë, si spektatore, do doja të isha më në brendësi. Çfarë mund të më thuash ti, ma thuaj me fjalë, i thash dëgjoj Aida, unë kam diçka të shkruar vetëm posaçërisht nga ato ditë më fjalë më reale se kjo nuk ka. Thjesht është shumë intime, por ta besoj sepse i Aida Baraku. Tani akoma më shumë kurioz për ta pritur tashmë i pinë tënde, e cila duket shumë interesante dhe realizuar me kaq shumë kujdes, e kuruar më së miri, kështu që ture suksese ty, të gjithëve, gjithë ekipit, edhe e presim. Do të bësh një kështu, një promovim të kësaj epije të veçantë? Besoj se jo. Kjo do jetë vetëm gjë që të mungoj nga epija, sepse herën e kaluar bëra një pritje shumë të bukur në opera, por këtë vit dua thjesht të ndaj me publikun dhe të shoh reagimet. Dua thjesht të rikthehem dhe të këndoj. Kjo është më e rëndësishme. Dhe ne të mirpresim gjithmonë me shumë dëshirë. Flasim pak për podcastin që ti ke nisur, dedikuar festivalit, e keni quajtur Podfest, realizuar nga Elhajda Adani dhe Olti Curri, për herë të parë ka ky festival. Një podcast ku të dy juve keni filluar aty bëni ato bisedat simpatike me humor, duke ngacmuar njëri tjetrin, duke ngacmuar temat e ndryshme të festivalit. Çfarë ka sjell ky podcast? Për ju të dy patjetër, si një ide shumë interesante, duhet thënë. Ja, kjo është një nga fotot prezantuese dhe promovuese të podcastit, shumë e këndshme bashkë me këtë Arushin e lezetshëm. Çfarë sjell ky podcast më shumë për festivalin? Ishte ideja Oltit, merrnim Arushin, sepse tha, Elhajda me shërin Kore atje i bëjnë këshu në masë, këto Arushat, në asil një, si përfundim në Shqipëri e mora, se nuk do e merja në valigje, por Olti ka shumë ide, kjo është një gjë që unë e dua shumë tek Olti, është full of ideas, nëse e let flasi, Olti
ke për detyrë vetëm të shkruash gjitha idetë e Oltit, ti ke mbushur një libër. Është diçka e mrekullueshme kjo gjëja. Nuk mendoja kurrë që mund të gjendesha në një situatë të tillë, në një podcast të prezantuar nga unë dhe Olti Curri. S'ma merr të mendje, kemi karaktere shumë të ndryshme, por po që thua ti më pëlqeka, më pëlqen edhe kur ndonjëherë bën batuta kundrejt meje, më bullizon dhe më vjen me qesh sepse është shumë fani mendoj për mendimin tim. Dhe patjetër këtij festivali nuk i duhet podcastit, të them vërtetën. Nuk i duhet, është diçka që ja shtova për dëshirën time, për ta bërë sa më rinore, për t'i dhënë një mundësi akoma të rinjve që të rikthehen festivalit. Mendoj që pikërisht për këtë i duhet, kështu që ka qenë një ide shumë e mirë. Po e bëj me dëshirë shumë të madhe dhe e shoh që çdo njeri rreth meje, si regjizori im Redi Treni, i cili normalisht merret me gjëra më të mëdha si festivali, po merr kohë nga ditët e tia dhe po merret me podcastin ton dhe deri tani me të vërtetë jemi shumë të lumtur si po shkon paktën. Kemi marrë vibes shumë të mira dhe duam të flasim për festivalin, duam të ndajmë të gjitha. Do të vazhdoj ky podcast edhe pas këtij edicioni? Si mendon? Ta shohim tani. Se nëse nis një rrugtim është gjinata në ashtu. Ta shohim tani. Ishte ide bukur. Se jo për të vazhduar, po festivali, pasaj që ka historirat të tjera, cikël tjetër, aty kemi plot. Aty të ketë plot, për që pse jo të mos e vazhdoni. Mund të jetë ide e mirë. Është ide e bukur për ta vazhduar dhe më pas për ta kaluar edicion pas edicioni, kushdo që do të marrë stafetën. Bukur, mirë, ne jemi me kohë, në fakt më thonë që duhet jap me patjetër publicitet, dhe do ta jap publicitetin, pastaj do të jemi sërish në pjesën e dytë me Elhajdën për një intervistë, sigurisht, lidhur me Shkodrën e saj të dashur, edhe me Shkodrën e artit, edhe të kulturës. Publicitet, kthehemi shpejt, sërish me një intervistë shumë simpatike me Elhajdën.